Dy lakmitar nuk ngopen kurrë, kërkuesi i diturisë dhe kërkuesi i kësaj bote. Kjo thënie e bukur nxjerr në pa natyrën e pangopur të dy llojeve njerëzish që janë vazhdimisht në ndjekje të dëshirave të tyre. Për të kuptuar më tej rëndësinë e kësaj thënie, le t'i drejtohemi Kuranit për udhëzim. Allahu në suren El Bekare, ajeti 256, thotë: "S'ka detyrim në fe, e vërteta është të sqaruar qartë nga e kota. Kush nuk i beson tagutit, kundërshtarit të ligjit të Allahut, dhe i beson Allahut, ai është kapur për lidhjen më të fortë, e cila nuk këputet. Allahu është dëgjues dhe i dijshëm." Ky ajet thekson rëndësinë e kërkimit të diturisë dhe të kuptuarit të rrugës së vërtetë, pasi ajo çon në njohjen e udhëzimit të Allahut dhe refuzimin e gënjeshtrës. Përveç kësaj, në suren El Zumer, ajeti 9, Allahu thotë: "A janë të barabartë ata që dinë me ata që nuk dinë?" Ky ajet nxjerr në pa epërsinë atyre që posedojnë dituri ndaj atyre që janë ignorantë. Ai thekson vlerën dhe rëndësinë e kërkimit të diturisë në Islam. Tani le të thellohemi mbi mesazhin e mençur të përcjell nga Imam Aliu në këtë thënie. Kërkuesi i diturisë përshkruhet si ai që nuk ngopet kurrë. Kjo për shkak se dija është një kërkim i pafund dhe sa më shumë përvetësohet, aq më shumë e kupton se sa shumë ka ende për të mësuar. Kërkuesi i dijes nxitet nga etja për të kuptuar, duke kërkuar të zbulojë misteret e universit dhe të fitojë një pasqyrë më të thellë në urtësinë e Allahut. Nga ana tjetër, kërkuesi i kësaj bote, duke ju referuar atyre që janë të përqendruar vetëm në pasurinë materiale dhe dëshirat e kësaj bote, përshkruhet gjithashtu se nuk kënaqet kurrë. Kjo është për shkak se ndjekja e përfitimeve të kësaj bote është një përpjekje e pashuar. Pavarësisht se sa shumë grumbullohet, ekziston gjithmonë një dëshirë për më shumë, duke çuar në një gjendje të përhershme pa kënaqësie. Imam Aliu thekson kontrastin e thellë midis këtyre dy lloje të kërkuesve. Kërkuesi i dijes është i angazhuar në një kërkim fisnik që sjell ndriçim, zhvillim personal dhe përmbushje shpirtërore. Në të kundërt, kërkuesi i kësaj bote është i bllokuar në një cikël materializmi, duke ndjekur vazhdimisht kënaqësitë e përkohshme që kurrë nuk mund ta kënaqin vërtet shpirtin. Pasojat e këtyre ndjekjeve janë të dukshme në jetën e individëve. Kërkuesi i dijes, përmes kërkimit të vazhdueshëm për të kuptuar, arrin urtësinë dhe udhëzimin që pasuron jetën e tij dhe i sjell dobi shoqërisë në tërësi. Ata bëhen një fener dije, duke i udhëhequr të tjerë drejt rrugës së të vërtetës dhe drejtësisë. Nga ana tjetër, kërkuesi i kësaj bote konsumohet nga dëshirat e tyre, duke lënë pas dore zhvillimin e tyre shpirtëror dhe duke humbur nga syt qëllimin e tyre në jetë. Ata janë të bllokuar në një ndjekje të pafundme të pasurisë materiale, e cila përfundimisht çon në pakënaqësi dhe një ndjenjë zbrazëtie. Si musliman, ne inkurajohemi të japim përparësi përvetësimit të njohurive edhe të kërkojmë mirëkuptim në të gjitha aspektet e jetës. Kërkimi i dijes nuk kufizohet vetëm në studimet fetare, por përfshin të gjitha fushat e dijes që kontribojnë në përmirësimin e njerëzimit. Duke kërkuar dituri, ne fitojmë një vlerësim më të thellë për shenjat e Allahut në botën përreth nesh dhe përmbushim qëllimin ton si mëkëmbës të tij në tokë. Si përfundim, thënia e Imam Aliut shërben si një përkujtesë për muslimanët që të japin përparësi kërkimit të diturisë mbi ndjekjen e dëshirave të kësaj bote. Ai nënvizon natyrën e pangopur të këtyre ndjekjeve edhe pasojat e tyre në formësimin e jetës sonë. Le të përpiqemi të gjithë të jemi kërkues të diturisë, duke kërkuar vazhdimisht urtësi dhe kuptim, dhe Allahu na bekoft me aftësinë për të dalluar kënaqësitë e përkohshme të kësaj bote dhe shpërblimet e përhershme në botën tjetër.